Ndër të tjera në lajme do të ndiqni, kryeministri Rama mori pjesë në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes, ku theksoi me forcë padrejtësinë që po u bëhet komandantëve të UÇK-s. Ndërsa ka nisur procesi për plotësimin e divas, zyrtarët e tatimeve sqarojnë për Skan Televizion se kush përfiton nga zbritjet tatimore që aplikohen për herë të parë. Para antarësimit në SEPA, bizneset shqiptare paguanin deri në 10 deri 17 herë më shumë për transfertat në euro krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Kesh ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me agjencinë franceze për zhvillim për bashkëpunim të avancuar në fushën e ruajtjes së energjisë. Ju përshëndet zonja dhe zotrina, ndiqni me lajmet qendrore. Në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes që po zhvillohet në Washington, presidenti i SBA-ve Donald Trump u shpreh se ky bord është gjëja më e rëndësishme që ka bërë për paqen. Në këtë ceremoni janë të pranishëm edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, të cilët nënshkruajnë aktin e themelimit. Në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u shpreh se ky bord është gjëja më e rëndësishme që ka bërë për paqen. Kemi pasur një lidhje shumë të mirë dhe jam bërë mik me shumë njerëz. E vlerësoj që jeni këtu, krenar që ky ishte një takim i hapur. Jam bërë miq të jashtëzakonshëm të mikët e lider. Ndërtuan vendin tonë dhe tani jemi në pikën ku Shtetet e Bashkuara nuk janë më si më parë. Bursat janë rritur. Kur erdha në pushtet, ata më thanë që nëse do afrohesha tek 44% që do të ishte e mrekullueshme. Ne kemi arritur 50.000 vitin e parë. Po bëjmë një punë shumë të mirë. Bordi i paqes është një nga gjërat më të rëndësishme që janë përfshirë shumë organizata, njerëz që kemi punuar bashkë për t'i dhënë fund luftrave. Disa luftra ishin 32 vite të gjata dhe ne i dham fund për 2 ditë, por kemi ende punë për të bërë. Gaza është komplekse, por Kushner dhe Witkoff kanë bërë punë të mrekullueshme, kam ekipin më të mirë që është mbledhur. Mëtej, presidenti Trump ka vlerësuar të gjithë liderët e vendeve që u bashkuan me bordin e paqes. Kënaqësi e madhe të ftoj më miq nga gjithë bota. Është një nga bordet më me peshë që është krijuar deri më sot. Këta janë udhëheqësit më të mëdhenj botror. I kemi bërë ftesë shumë njerëzve, por jo disa që mendojmë se kanë shkaktuar probleme. Është bord shumë i mirë. Dua të falenderoj gjithë udhëheqësit që janë këtu sot në këtë mbledhje kaq të rëndësishme. Ky bord u themelua për paqe dhe nuk e kisha idenë e imazhit që do të kishte. Unë erdha dhe vendosëm këtë paqe. Në këtë takim të bordit të paqes është i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili do të nënshkruajë aktin e themelimit për Shqipërinë. Gjithashtu, presidenti Vjosa Osmani do të nënshkruajë këtë akt të themelimit për Kosovën. Kryeministri Rama mori pjesë në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes të zhvilluar në Washington. Ndër të tjera, në fjalën e tij, kryeministri Rama theksoi me forcë padrejtësinë që po u bëhet komandantëve të UÇK-s nga gjykata e Hagës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e themelimit të bordit të paqes të zhvilluar në Washington. Në fjalën e tij ai u ndal në rolin e këtij institucioni për paqen globale. Ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për të ndalur konfliktin pikëllues në Gazë dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në forcën e stabilizimit me trupat e saj. Në të njëjtën kohë, propozoj që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë drejt për drejt me ndërtimin e një objekti publik të dedikuar për fëmijët palestinez. Duke bërë kështu, bota do të ndihmonte fëmijët e Gazës, që janë pengjet më të pafajshme të lunatizmit të Hamasit, të rriteshin me pranin fizike të vargut më të madh të duarve që ka shtrënguar bashk njerëzimin ndonjëherë. Jo vetëm duke vendosur parat, por po kështu duke sjellë dhe arkitektët e tyre, në mënyrë që bota të transformojë një plak të historisë në një oazë shprese. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama theksoi me forcë padrejtësinë që po u bëhet komandantëve të UÇK-s nga gjykata e Hagës. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje.
Presidenti Kosovës që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së Bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këto u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykate posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu, që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërësinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Në përfundim, kryeministri i Shqipërisë falenderoi presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përfshiu Shqipërinë në këtë nismë fisnike, me besimin që vendi ynë të jetë një vlerë e shtuar e vizionit të Donald Trump. Ndërsa ka nisur procesi për plotësimin e divas, zyrtarët e tatimeve sqarojnë për Skan Televizion se kush përfiton nga zbritjet tatimore që aplikohen për herë të parë dhe cilat janë kriteret që duhet të plotësojnë tatim paguesit. Individët e punësuar me të ardhura vjetore deri në 1.2 milion lek dhe mbi këtë prag do të kenë të drejtë të përfitojnë zbritje tatimore për fëmijët në ngarkim përmes plotësimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave diva 2025, e cila duhet plotësuar deri më datën 31 mars. Në një intervistë për Skan TV, drejtoresha e proceseve të biznesit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Rezana Çelmeta, sqaron si kryhet aplikimi për rimbursim. Zbritje për fëmijët, për të gjithë individët të cilët janë duke plotësuar divan, mund të përfitohen në 2 raste. Në rastin e parë janë individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek të reja, të cilët kanë të drejtën e kërkesës dhe përfitimit të zbritjeve për numrin e fëmijëve. Ndërsa individët të cilët kanë të ardhura nën 1.2 milion të reja, përveç kësaj zbritje, pra përveç zbritjes për numrin e fëmijëve, kanë të drejtën e përfitimit edhe të zbritjes për shpenzimet arsimore. Kërkesa për rimbursim mund të kryhet përsëri nga portali e-filing duke krijuar një çështje tek pyetjet e përgjithshme, në të cilën individi në varësi të llojit të rimbursimit që ai do të marrë, do të ngarkojë dokumentat përkatëse. Është e rëndësishme gjithashtu që çdo individ që aplikon për rimbursim, në të dhënat e tij, detajet e bankës, të ketë plotësuar paraprakisht të dhënat e llogarisë bankare, duke u kujdesur që të zgjedhë sakt emrin e bankës, IBAN-in dhe llogarinë në lek. Pra është e rëndësishme që të ketë një llogari të vlefshme në lek. Çelmeta sqaron se për zbritjet tatimore lidhur me shpenzimet arsimore duhen ngarkuar faturat të cilat duhet të jenë vetëm të fiskalizuara, ndërsa thekson se njihen edhe shpenzimet për kurse të ndryshme. Shpenzime arsimore të cilat justifikohen janë të njohura pra me një faturë të fiskalizuar, e cila është dokumenti i vetëm ligjor në Republikën e Shqipërisë për njohjen e shpenzimeve. Dokumentat të tjerë mbështetës pastaj mund të jenë edhe kontratat që mund të kenë me institucionet arsimore përkatëse, dhe do doja të shpjegoja që këtu nuk kufizohemi vetëm në shpenzimet shkollore, por përfshihen edhe shpenzime parashkollore, kurse të ndryshme e të tjera. E rëndësishme është që këto të jenë të justifikuara me faturë të fiskalizuar. Deri më tani janë plotësuar afro 30.000 deklarata dhe pritet që numri i tyre të shkojë deri në 200.000. Aktualisht janë plotësuar rreth 30.000 deklarata nga individ të ndryshëm. Vitin e shkuar në përfundim të afatit të dorëzimit të deklaratave ne patëm 140.000 deklarata të dorëzuara. Si vjet presim shumë më tepër se kaq, rreth 200.000 deklarata, dhe këtu
numri i shtuar, përveç faktit që individët janë ndërgjegjësuar më shumë për detyrimin e tyre për të deklaruar në bazë të ardhurave që ata kanë, është dhe fakti i përfitimit të zbritjeve për herë të parë. Të gjithë tatimpaguesit në vend mund të zbulojnë në një mënyrë më të thjeshtë nëse kanë apo jo detyrim të plotësojnë deklaratën individuale të ardhurave DIVA 2025 përmes shërbimit elektronik të administratës tatimore TaxText, i cili ka për qëllim të informojë dhe të vinë në ndihmë individët që kanë pikpyetje në lidhje me këtë proces. Ju kujtoj se të plot këtë temë do të ndiqni në rubrikën në brendësitë e lajmit në fund të këtij edicioni. Vijojmë më tej, fermerët mund të blejnë vitet e punës pa u penalizuar nga gjobat dhe kamat vonesat që mund të kenë në sistem, pasi sipas ligjit të ri parashikohet shuarja e tyre. Blerja viteve të fundit u mundson atyre pension të ardhme. Nga ligji i faljes së detyrimeve të përpambetura apo gjobave dhe kamat vonesave, do të përfitojnë edhe fermerët e regjistruar në sistemin tatimor, pra që kanë apo kanë pasur një NIP, pavarësisht nëse janë apo jo aktive aktualisht. Konkretisht, në ligjin i cili hyri në fuqi në janar, përfshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, në nenet 5 dhe 6 specifikohet dhe shuarja e kamat vonesave për kategorinë të vetëpunësuarve në bujqësi. Konkretisht, do të shuhen dënimet administrative, pra gjobat dhe kamat vonesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, që u përkasin periudhave tatimore deri në datën 31 dhjetor 2014, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatimpaguesit, përfshirë të vetëpunësuarit në bujqësi, por pa përfshirë kontributin. Ndërsa në 1/6 parashikon shuarjen e dënimeve administrative për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore nga data 1 janar 2015 deri në datën 31 dhjetor 2024, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatimpaguesit, përfshirë të vetëpunësuarit në bujqësi, me kushtin që të paguhet 100% kontributi brenda datës 31/12/2026. E thëndryshe, këto nene parashikojnë që kontributet për sigurimet shoqërore të vetëpunësuarve në bujqësi nga data 1/10/1993 deri më datën 31/12/2024 paguhen pa kamat vonesa sipas vendimit në fuqi. Pra çdo fermer mund të blejë vitet e punës për një shumë vjetore prej 38.400 lek në vit për zonat fushore dhe 29.400 lek në vit për fermerët në zonat malore, duke mos pasur asnjë penalitet sa i takon gjobave dhe kamat vonesave. Për një periudhë 10 vjeçare, fermerët në zonat fushore do duhet të paguajnë 384.000 lek dhe në zonat malore 294.000 lek. Blerja e viteve të punës është një mundësi që u siguron fermerëve përfitime nga pensioni në të ardhmen. Gjatë muajit janar 2026, ushqimet kontribuan negativisht në rënien totale të eksporteve. Analiza sipas kapitujve tregon se goditja më e fortë ka ardhur nga produktet e freskëta. Eksportet e ushqimeve në janar të vitit aktual kontribuan me 0.3% në rënien totale prej 4.5% të eksporteve. Analiza sipas kapitujve tregon se goditja më e fortë ka ardhur nga produktet e freskëta, ndërsa segmenti i produkteve të përpunuara dhe disa në sektor të tjerë kanë shfaqur qëndrueshmëri dhe rritje. Në terma vlere, rënjet më të theksuara u regjistruan te produktet e freskëta bujqësore dhe blektorale. Pemët dhe bimët zbukuruese pësuan të kurrin më të madhe me 54.7% të ndjekura nga mishit e të brendshme të ngrënshme me 48.3%, zarzavatet e ngrënshme me 44.7% dhe produktet bulmetore, vezët dhe mjalti me 44.4%. Duke qenë se zarzavatet përfaqësojnë një nga zërat me peshë në strukturën e eksporteve ushqimore, kurri e tyre ka pasur ndikim të ndjeshëm në performancën mujore të sektorit. Në kontrast, disa kapituj shënuan rritje të fortë në vlerë. Drithat u rritën me 218.9%, ndërsa produktet e industrisë bluajtëse me 148.2%. Rritje dyshifrore u regjistruan edhe sheqerna dhe ëmbëlsirat, vajrat dhe djamrat, përgatitet prej zarzavateve dhe frutave dhe pijet alkoolet e uthullat. Ecuria në peshë nga ana tjetër konfirmon se rënja në disa kapituj nuk ka qenë vetëm efekt çmimesh, por edhe të kurrje reale e sasive të eksportuara. Mishi shënoi rënjen më drastike me 85.8% në peshë, ndërsa zarzavatet ranë me 46% dhe produktet bulmetore me 40.4%. Nga ana tjetër, rritje të forta në peshë u regjistruan te drithrat me 544.4% dhe produktet e industrisë bluajtëse me 137.9%, duke reflektuar zgjerim të ndjeshëm të sasive të eksportuara. Krahasimi i dy treguesve tregon një dinamik të qartë. Rënja në sektorin e ushqimeve është përqendruar kryesisht te produktet e freskëta, ku të kurrja ka ardhur si në vlerë ashtu edhe në volum.
Ndryshojnë rregullat për mbledhjen e kompanive të listuara në bursë, duke forcuar mbrojtjen e aksionerëve dhe rritur transparencë në procesin e marrjes së kontrollit. Investitorët do të detyrohen të ofrojnë të njëjtin çmim për të gjithë aksionerët dhe autoriteti i mbikëqyrjes financiare do të ketë më shumë kompetenca për të mbikëqyrë dhe ndërhyrë në rast të abuzimeve. Rregullat për mënyrën se si blihen kompanitë e listuara në bursë, pra ato kompani që kanë aksione të hapura për publikun, do të ndryshojnë. Qeveria ka propozuar disa ndryshime në ligjin përkatës, i cili zbatohet kur një investitor dëshiron të blejë një pjesë të madhe të aksioneve të një kompanie, me qëllim që të marrë kontrollin e saj. Me ndryshimet e reja, synohet që ky proces të jetë më i drejtë, më transparent dhe të mbrojë më mirë të gjithë aksionarët, veçanërisht ata të vegjël. Një nga ndryshimet më të rëndësishme ka të bëjë me çmimin e ofertës. Nëse një investitor shpall publikisht një çmim për blerjen e aksioneve, por më pas blen aksione me një çmim më të lartë, ai do të detyrohet të rrisë ofertën për të gjithë aksionarët. Pra nëse dikush paguhet më shumë, atëherë të gjithë duhet të paguhen me të njëjtin çmim. Kjo rrit barazinë dhe shmang marrëveshjet e fshehta. Ligji jep gjithashtu më shumë kompetenca autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Ky institucion do të ketë drejtë të ndërhyjë në rastet kur dyshohet për manipulim të çmimeve, për situata të jashtëzakonshme në treg, apo kur kompania është në vështirësi financiare. Çdo vendim për ndryshim të çmimit do të duhet të argumentohet dhe të bëhet publik. Një tjetër pikë e rëndësishme lidhet me votimin në kompani gjatë periudhës së ofertës. Në raste të caktuara kufizimet mbi të drejtën e votës nuk do të zbatohen dhe aksionet me votë të shumëfishtë do të numërohen si një votë e vetme. Qëllimi është të sigurohet që vendimarrja të jetë sa më e barabartë mes aksionarëve. Projektligji forcon dhe bashkëpunimin me vendet e Bashkimit Evropian dhe përafron rregullat shqiptare me direktivat evropiane për marrjen në kontroll të kompanive. Disa nga këto dispozita do të hyjnë në fuqi vetëm në momentin kur Shqipëria të anëtarësohet në BE. Në thelb, ndryshimet synojnë të rrisin besimin në tregun e kapitalit, të mbrojnë investitorët dhe të vendosin rregulla më të qarta për mënyrën se si blihen kompanitë të mëdha në vend. Projekti Durana Tech Park ka qenë në qendër të një interpelance në kuvend ku Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ka sqaruar ecurinë e këtij parku teknologjik. Gjatë një interpelance në kuvend, Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj ka sqaruar çështjen e Durana Tech Park. Faza parë ishte fazë virtuale, faza në të cilën ne ndodhemi. Rikujtoj që VLM është miratuar në janar të vitit 2025. Parashikon një periudhë 36 mujore, maksimalisht, ku Durana funksionon si park virtual. Dhe kjo periudhë fillon me nënshkrimin e marrëveshjes, që është nënshkruar pas janarit të vitit 2025. Parashikon fazën e operimit me infrastrukturë fizike, sipas planit të miratuar nga AKPT dhe të miratuar dhe në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujit, si dhe parashikon modelin miks të operimit, për këdo që e zgjedh ta bëj dhe ta zbatoj këtë model. Modeli mix do të thotë që përdoruesit e parkut mund të operojnë si brenda për brenda parkut fizikisht, ashtu edhe në mënyrë virtuale jashtë parkut. Pra, miraton një park hibrid. Sipas Ibrahimajt, janë 80 rezidentë, nga të cilët 57 kanë finalizuar kontratën dhe pjesa tjetër është në proces regjistrimi dhe licencimi. 52% janë me kapital të huaj dhe 48% me kapital shqiptar. Subjektet që marrin statusin përdorues, nëse bëjnë shkelje, atëherë e humbin këtë status. Pra, gjithë kjo teoria e parajsës fiskale bie sepse nuk janë komponentët e parajsës fiskale, sepse ato subjekte që regjistrohen aty janë subjekte të cilët i nështrojnë legjislacionit shqiptar. Janë vetëm të nxitur me legjislacion të incentivuar për çështje të pagesës së taksave, po jo të kontrolleve, jo të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, dhe jo të evazioneve apo të deklarimit të pronarëve përfitues. Nuk jemi në kushtet e parajsës fiskale. Ministra Ibrahimaj pasqyroi dhe performancën e vitit 2025, ku nga 52 kompani të regjistruara, 27 ende nuk kanë nisur faturimin, ndërsa numri real i kompanive që kanë përfituar nga lehtësirat fiskale gjatë vitit 2025 është 5.
Eurostat raporton se Shqipëria ka shënuar një rritje prej 13.5% në hapjen e bizneseve në sektorin e pasurive të paluajtshme, aktiviteteve financiare, sigurimeve dhe shërbimeve profesionale në mbyllje të 2025-s, duke rikuperuar kështu rënien prej 4.2% të tremujorit paraardhës. Eurostat ka publikuar së fundmi statistika të reja në lidhje me hapjen e bizneseve në vendet e Europës, duke analizuar ecurinë e regjistrimeve të reja sipas sektorëve kryesor ekonomik. Scanintel ka analizuar shifrat e regjistrimeve të aktivitete në sektorin e pasurive të paluajtshme, aktivitete financiare dhe të sigurimeve, si edhe në aktivitete profesionale. Për sa i përket këtyre sektorëve, Shqipëria rezulton ndër vendet me performancën më të mirë gjatë tremujorit të fundit të vitit 2025. Vendi ka shënuar një rritje prej 13.5% në hapjen e bizneseve të reja në këto fusha, duke rikuperuar ndjeshëm rezultatin e tremujorit paraardhës, ku regjistroi një rënje prej 4.2%. Ky përmirësim tregon një kthes pozitive të aktivitetit ekonomik në sektorët e lidhur me investimet, shërbimet financiare dhe profesionet e specializuara. Edhe në indeksin e përgjithshëm të hapjes së bizneseve për këtë sektor, Shqipëria paraqitet në nivele të larta, e vlerësuar me 166.8 pikë, çka e pozicionon mbi mesataren në shumë vendeve të tjera europiane. Në Europë, rritjen më të theksuar e ka shënuar Maqedonia e Veriut, me një zgjerim prej 77.8% në hapjen e bizneseve në këto aktivitete, duke kryesuar listën. Pastaj renditet Shqipëria, ndërsa Italia shfaqet gjithashtu me një ecuri pozitive, me një rritje prej 12% në këtë sektor. Në anën tjetër të renditjes, Irlanda ka regjistruar rënien më të fortë në hapjen e bizneseve në këto fusha, e ndjekur nga Luksemburgu dhe Malizi, me një ulje përkatësisht 23.4 dhe 19.9%. Këto shifra tregojnë se ndërsa disa ekonomi po përjetojnë zgjerim të aktivitetit në sektorët e pasurive të paluajtshme dhe shërbimeve financiare, të tjerë po përballen me ngadalësim të ndjeshëm. Para antarësimit në sepa bizneset shqiptare paguanin deri 10-17 herë më shumë për transfertat në euro krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Pas hyrjes në sepa, sipas Bankës së Shqipërisë, kostot kanë rënë me mbi 90%, duke i afruar tarifat me standardet europiane. Antarësimi i Shqipërisë në SEPA ka sjellë një transformim të ndjeshëm në kostot e transfertave ndërkufitare në euro, duke i afruar ato me standardet e Bashkimit Evropian. Por si ishte situata para këtij integrimi? Sipas një studimi të publikuar nga Banka Botërore mbi kostot e pagesave biznes me biznes në Ballkanin Perëndimor, para antarësimit në SEPA, transfertat nga Shqipëria dhe rajoni drejt vendeve të BE-s ishin shumë më të shtrenjta se brenda vetë Bashkimit Evropian. Mesatarisht një transfer prej 5.000 eurosh kushtonte rreth 0.50% të shumës, ndërsa për 20.000 euro rreth 0.34%. Në disa koridore specifike, tarifa për 5.000 euro arrinte deri në 0.76%. Në krahasim, transfertat brenda BE-s lëviznin në nivele shumë më të ulëta, nga 0.02% deri në 0.05%. Kjo do të thoshte se bizneset shqiptare paguanin deri në 10 apo 17 herë më shumë për të kryer të njëjtën pagesë që një kompani në BE e realizonte me kosto minimale. Ndryshimi vjen pas antarësimit dhe operacionalizimit të SEPA-s. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, kostot e transfertave kanë rënë në mënyrë dramatike. Por një transfer prej 5.000 eurosh, tarifa ka zbritur nga 0.76% në vetëm 0.08%, një ulje për rreth 90%, ndërsa për një transfer për 20.000 eurosh kostoja ka rënë nga 0.47 në 0.02%, mbi 95% më pak. Kjo nuk kupton se një biznes që më parë paguante 100 euro për një transfer të madhe, sot paguan vetëm një pjesë shumë të vogël të asaj shume. Efekti ekonomik pritet të jetë i ndjeshëm. Vlerësohet se gjatë vitit të parë të zbatimit, ekonomia shqiptare do të kursejë rreth 70 milionë euro nga reduktimi i kostove të transaksioneve në euro. Nga një situatë ku transfertat ndërkufitare ishin shumë herë më të kushtueshme se në BE, Shqipëria po hyn në një fazë të re, ku pagesa në euro trajtohen me standarde të njëjta me ato evropiane, një hap konkret drejt afrimit ekonomik me Bashkimin Evropian dhe rritjes së konkurrueshmërisë së bizneseve shqiptare në tregun ndërkombëtar. Korporata elektroenergjitike shqiptare ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me agjencinë franceze për zhvillim për bashkëpunim të avancuar në fushën e ruajtjes energjisë. Qëllimi është zhvillimi i kapaciteteve të ruajtjes përmes vlerësimit dhe identifikimit të teknologjive më të përshtatshme për integrim në infrastrukturën ekzistuese. Korporata elektroenergjitike shqiptare ka nënshkruar një marrëveshje partneriteti me Electricité de France dhe Agjencinë franceze për zhvillim për bashkëpunim të avancuar në fushën e ruajtjes së energjisë.
Qëllimi është zhvillimi i kapaciteteve të ruajtjes përmes vlerësimit dhe identifikimit të teknologjive më të përshtatshme për integrim në infrastrukturën ekzistuese. Sipas Kesh, ky projekt do ndihmojë në integrimin më të madh të energjisë rinjovueshme, rritjen e sigurisë së furnizimit dhe modernizimin e sistemit elektroenergjetik. Edhe ndryshimet e propozuara në ligjin për sektorin e energjisë njohin dhe rregullojnë për herë të parë konceptin e depozitimit të energjisë si një element i ri në sistemin elektroenergjetik të vendit. Depozitimi është një mënyrë për të shtyrë përdorimin e energjisë elektrike për një moment të mëvonshëm, përmes metodave fizike ose kimike, duke përfshirë dhe transformimin e energjisë elektrike në një formë tjetër energjie që mund të ruhet, ndërkohë që ligji i ri i hap rrugë licencimit të subjekteve në depozitimin e energjisë, duke kërkuar që çdo person fizik apo juridik që operon hapësira depozituese të energjisë të pajiset me licencë nga enti regulatori i energjisë. Depozitimi i energjisë konsiderohet si thelbësor për një sistem energjetik modern, të qëndrueshëm dhe efikas. Kjo për disa arsye, duke nisur nga balancimi i prodhimit dhe konsumit deri te ulja e kostove. Më konkretisht, duke qenë se energjia elektrike prodhohet në kohë reale, por kërkesa dhe prodhimi nuk janë gjithmonë të sinkronizuara. Depozitimi mundson ruajtjen e energjisë kur ka tepritse, për shembull gjatë orëve me shumë diell ose erë, dhe përdorimin e saj kur ka mungesë ose kërkesë të lartë, po ashtu duke ruajtur energji kur ajo është më e lirë, siç mund të jetë gjatë natës, dhe duke e përdorur kur çmimi është i lartë, konsumatorët dhe operatorët mund të ulin ndjeshëm kostot e energjisë. Parku fotovoltaik i Spitalës duhet të nisë prodhimi brenda vitit 2027 sipas vendimit të entit regulator të energjisë. Spitala Solar përpara fazës së prodhimit duhet të dorëzojë marrëveshjen e nënshkruar me operatorin e sistemit të transmetimit që përcakton edhe pikën e lidhjes së parkut me rrjetin. Parku fotovoltaik i Spitalës duhet të nisë prodhimin brenda vitit 2027. Kushti për projektin e dytë më të madh fotovoltaik në vend është vendosur nga enti regulatori i energjisë, duke e lidhur kështu licencimin me ecurinë e këtij projekti, që konsiderohet si një prej investimeve më të rëndësishme energjetike të viteve të fundit. Po ashtu, sipas vendimit të erës, Spitala Solar përpara fazës së prodhimit duhet të dorëzojë marrëveshjen e nënshkruar me operatorin e sistemit të transmetimit, që përcakton pikën e lidhjes së parkut me rrjetin. Parku fotovoltaik i Spitalës u shpall fitues në ankandin e vitit 2021 si një projekt 100 MW, ndërsa në fazën e licencimit, ERE ka miratuar kapacitetin e instaluar prej 90 MW. Çmimi ofertuar prej 29.89 euro për megavator u konsiderua të jetë i favorshëm, me 70 vjet që do blihen nga shteti për 15 vjet dhe 30 MW që do tregtohen në treg të lirë. Në këto kushte, kapaciteti reduktuar në 90 MW duket se do të sjellë ndryshime në ndarjen mes sasisë së energjisë që blihet nga shteti dhe asaj që kompania do të tregtojë në treg të lirë. Hyrja në prodhim e kësaj vepre energjetike do jetë një hap i rëndësishëm në drejtim të diversifikimit të burimeve të prodhimit të energjisë, për shkak të varësisë që ka vendi ynë nga uji. Aktualisht vetëm 6% e energjisë totale në vend gjenerohet nga dielli, ndërsa pjesa tjetër prodhohet nga hidrocentralet e Kaskadës së Drinit dhe hidrocentralet private e koncesionare. Tarifat postare në Europë ndryshojnë ndjeshëm, ku Shqipëria renditet nën mesatare duke mbetur larg vendeve me kostot më të larta në kontinent. Kostot postare ndryshojnë nga një vend në tjetrin, në varësi të peshës, distancës apo llojit të dërgesës. Megjithatë, nëse merret në konsiderat një objekt standard, siç është një letër e zakonshme, bëhet më e lehtë të krahasohen tarifat dhe të kuptohen se si renditet vendet europiane për sa i përket çmimeve. Ky krahasim gjer në pa diferenca të ndjeshme mes shteteve, ku disa aplikojnë tarifa të larta, ndërsa të tjera ofrojnë kosto minimale për qytetarët. Sipas të dhënave të publikuara nga Maps Interlude, bazuar në burimet të DHL-s, çmimin më të lartë në kontinent e ka Danimarka, ku dërgesa kushton 3.9 euro. Tarifa mbetet gjithashtu e lartë në Finland me 3.45 euro dhe në Itali me 2.80 euro. Në krahun tjetër, Malta rezulton vendi me çmimin më të ulët në Europë, vetëm për 0.30 euro për dërgimin e një letre standarde, ndërsa vende si Hungaria me 0.56 euro, Spanja me 0.75 euro, apo Polonia me 0.85 euro, aplikojnë tarifa relativisht të ulta. Në këtë panoramë europiane, Shqipëria renditet mes vendeve me kosto të përballueshme. Aktualisht dërgimi një letre standarde brenda vendit varion nga 80 deri në 110 lekë, që përkthyer në euro është afërsisht nga 0.8 deri në rreth 1 euro. Kjo vendos Shqipërinë në një nivel mesatar të ulët krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Dukshëm më lirë se vendet nordike, por pak më shtrenjtë se disa shtete të Europës qendrore. Diferencat e mëdha në çmime lidhen me faktorë të ndryshëm, si kostoja e fuqisë punëtore, shtrirja gjeografike,
numri i dërgesave dhe subvencioneve shtetërore. Në vendet ku përdorimi i postës tradicionale ka rënë për shkak të komunikimit digjital, tarifat janë rritur për të kompensuar kostot operative. Ndërkohë në vendet me volume të lartë ose me struktura më të subvencionuara, çmimet mbeten më të ulta. Shqipëria merr një tjetër sinjal pozitiv nga Brukseli në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Draft raporti Parlamentit Evropian për vitin 2025 evidenton përparimin e negociata për fshirjen në planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe thekson rëndësinë e thellimit të reformave ekonomike për të garantuar përfitimin e plotë nga fondet evropiane. Parlamenti Evropian ka publikuar draft raportin për Shqipërinë për vitin 2025, ku vlerësohet përparimi i vendit në procesin e negociatave dhe në reformat ekonomike të ndërmarra vitet e fundit. Dokumenti i Komitetit për Punët e Jashtme përshëndet hapjen e të gjithë grup kapitujve të negociatave brenda 13 muajve, duke e cilësuar këtë një zhvillim domethënës në rrugën drejt antarësimit. Raporti merr në konsiderat edhe objektivin e institucioneve shqiptare për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027, por thekson se ky ritëm duhet të shoqërohet me zbatim real dhe të qëndrueshëm të reformave. Në planin ekonomik, draft raporti evidenton përfshirjen e vendit ton në planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe aksesin në instrumentet e reja financiare të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian përshëndet ndihmën financiare dhe teknike të Bashkimit Evropian për Shqipërinë në kuadër të IPA 3 dhe planit të rritjes dhe thekson se kjo mbështetje duhet të lidhet ngushtë me zbatimin konkret të reformave dhe rezultatet e matshme. Sipas Parlamentit Evropian, këto fonde përbëjnë një mundësi strategjike për modernizimin e ekonomisë shqiptare, forcimin e konkurrueshmërisë dhe për shpejtimin e harmonizimit me kornizën ligjore të Bashkimit Evropian. Megjithatë, raporti nënvizon se përfitimi plot nga fondet evropiane lidhet drejt për drejt me përparimin e matshëm në reforma strukturore, reduktimi i informalitetit, përmirësimi i klimës së biznesit, rritja e produktivitetit dhe forcimi i administratës publike në bazë të meritës konsiderohen thelbësore për konsolidimin ekonomik. Një tjetër element i theksuar është rëndësia e dialogut social dhe funksionimi efektiv i mekanizmave trepalësh ndërmjet qeverisë, punëdhënësve dhe sindikatave si pjesë e standardeve europiane të tregut të punës. Në aspektin e integrimit, Parlamenti Evropian vlerëson përputhjen e plot të Shqipërisë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, duke e konsideruar këtë një tregues të qartë të orientimit strategjik të vendit. Italia ka miratuar një rritje prej 2% në taksën e korporatave mbi firmat e energjisë. Paketa do të ketë ndikim të rëndësishëm, duke garantuar përfitim për familje dhe bizneset me vlerë mbi 5 miliardë euro, tha kryeministrja Giorgia Meloni. Italia miratoi një rritje prej 2% në taksën e korporatave IRAP mbi firmat e energjisë për të ndihmuar në financimin e një pakete masash që synojnë uljen e faturave nga familjet dhe bizneset që përdorin shumë energji. Ky veprim pritet të sjellë qeverisë rreth 1 miliard euro të ardhura shtesë deri në vitin 2028, të cilat më pas do të përdoren për të financuar shkurtimet e planifikuara në faturat e energjisë. Paketa do të ketë një ndikim të rëndësishëm duke garantuar përfitime për familjet dhe bizneset me vlerë mbi 5 miliardë euro, tha kryeministri Giorgia Meloni pa dhënë ndonjë afat kohor. Kostot e energjisë në Itali janë dukshëm më të larta se në Francë dhe Spanjë, pasi vendi varet shumë nga gazi importuar për të prodhuar energji elektrike dhe për këtë arsye është i ndjeshëm ndaj ndryshimeve në çmimet ndërkombëtare dhe tensioneve gjeopolitike. Sipas skemës, norma e taksës IRAP pritet të rritet nga 3.9 në 5.9% për të gjitha kompanitë që prodhojnë, shpërndajnë dhe furnizojnë produkte energjie. Meloni shtoi se një bonus do të ndihmonte familjet më të varfra të paguanin faturat e tyre dhe do të nga 200 në 315 euro. Paketa përfshin gjithashtu masa për të ngushtuar diferencën midis çmimeve në shumicë të gazit në qendrën e Amsterdamit dhe atyre në Itali, ku më shumë se 40% e energjisë elektrike prodhohet me gaz. Në varësi të tendencave të tregut, çmimi me shumicë për gazin natyror të tregtuar në tregun italian është normalisht më i lartë nga ai që tregtohet në Amsterdam me rreth 2 deri në 4 euro për megavator. Roma planifikon të ofrojë rimbursime për disa prodhues të termoelektrikës si një mënyrë për të zbutur ndikimin negativ
efektiv të sistemit të tregtimit të emetimeve në fatura, një veprim që kërkon mbështetjen e autoriteteve të Bashkimit Evropian përpara se të miratohet. ETS, e cila është politika më e rëndësishme e Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike, i detyron termocentralet dhe industritë të blejnë leje për dioksidin e karbonit kur ndodhin dhe kufizon sasinë e lejeve në treg për të kufizuar emetimet me kalimin e kohës. Mënyra e Romës për të ulur çmimet me shumicë të energjisë ka tërhequr kritika të gjera nga kompanitë që kanë frikë se masa do të shkatërrojnë fitimet e tyre dhe do të godasin investimet në projekte të gjelbra. Shumë europianë nuk janë optimist për blerjen e një shtëpie, kështu rritja nga dalët ekonomike ka ulur të ardhurat në shumë pjesë të Europës, ndërsa çmimet e pronave kanë vazhduar të rriten. Shumë europianë nuk janë optimist për blerjen e një shtëpie. Në 23 vende pothuajse gjysma thonë se nuk do të jenë kurrë në gjendje të blejnë një shtëpi ose nuk janë të interesuar ta bëjnë këtë, sipas raportit të trendit të strehimit evropian Remax 2025. Anketa e kryer në gusht 2025 bëri një pyetje të thjeshtë: kur mendoni se do të jeni në gjendje të blini një pronë? Nëse ndonjëherë 3 në 10 mendojnë se nuk do të blejnë kurrë një shtëpi. Mesatarisht 29% e të anketuarve thanë kurrë, nuk mendoj se do të jem ndonjëherë në gjendje të blej një pronë. Përqindja varionte nga 13% në Turqi në 44% në Çeki, ndër 5 ekonomitë më të mëdha të Europës, Italia me 35% regjistroi pjesën më të lartë, Spanja dhe Franca ishin më të ultat me 25% dhe Mbretërinë e Bashkuar shumë afër me 26%, ndërsa Gjermania ishte në 28%, pak nën mesataren europiane. Rritja nga dalët ekonomike ka ulur të ardhurat në shumë pjesë të Europës, ndërsa çmimet e pronave kanë vazhduar të rriten. Si rezultat, përballueshmëria mbetet një sfidë rëndësishme, veçanërisht për brezat e rinj, edhe në tregjet me kushte relativisht të qëndrueshme punësimi, thanë autorët e raportit. Vende si Gjermania, Austria dhe Republika Çeke po shohin gjithnjë më shumë njerëz që po largohen nga shkalla e blerjes së strehimit, pasi rritja e çmimeve dhe koha më e gjatë e kursimit e bëjnë pronësinë e një shtëpie gjithnjë më të pamundur. Rreth 15% të anketuarve thanë se nuk janë të interesuar të blenë një pronë. Përqindja varion nga 4% në Irlandë në 31% në Gjermani. Këto shifra nuk kanë të bëjnë vetëm me çmimet e shtëpive, por kanë edhe një aspekt kulturor. Në Gjermani dhe Austri qiraja është shumë e zakonshme dhe e pranuar nga ana kulturore. Stabiliteti e afatgjatit tregjeve të tyre të qeras, i mbështetur nga mbrojtjet të forta të qeramarzve, do të thotë se familjet ndjejnë më pak urgjencë për të blerë herët. Në vitin 2025, çmimet e ushqimeve në Bashkimin Evropian kanë shënuar një rritje mesatare prej 2.8%. Rritja e kostos së jetesës nuk u zhvillua me një ritëm uniform, duke konfirmuar kështu se tregu evropian i ushqimeve mbetet i fragmentuar, veçanërisht i ndjeshëm ndaj faktorëve kombëtar dhe sektorial. Vitin e kaluar çmimet e ushqimeve në Bashkimin Evropian shënuan një rritje mesatare prej 2.8%. Megjithatë, pamja e përgjithshme fshet divergjenca të forta nga një vend në tjetrin dhe diferenca të mëdha sipas kategorive të produktit. Rritja e kostos së jetesës nuk u zhvillua me një ritëm uniform, duke konfirmuar se tregu evropian i ushqimeve mbetet i fragmentuar dhe veçanërisht i ndjeshëm ndaj faktorëve kombëtar dhe sektorial. Rumania kryesoi listën e rritjeve me çmimet e ushqimeve që u rritën me 6.7% në një vit, më shumë se dyfishi mesatare europiane. Në të kundërt, Franca është ndër tregjet më të qëndrueshme, me ndryshime të vogla që atribuohen rolit të fortë në ndërhyrje shtetërore, kontratave afatgjata në zinxhirin agro-ushqimor dhe përmbajtjes së marzheve të fitimit në shitjen me pakicë. Sipas produkteve, rritjet ishin veçanërisht të dukshme në kategoritë bazë dhe të përditshme. Çokolada dhe produktet e kakaos në përgjithësi shënuan një rritje shpërthyese prej 17.8%, një zhvillim i lidhur me uljen e prodhimit, rritjen e kostove të energjisë dhe presionet mbi transportin ndërkombëtar. Rritje të konsiderueshme të çmimeve u regjistruan gjithashtu në frutat e ngrira dhe mishin e viçit, produkte që preken drejt për drejt si nga rritja e kostove të energjisë, ashtu dhe nga ndryshimet në kërkesën ndërkombëtare. Nga ana tjetër, disa kategori shënuan rënje spektakolare. Vaji i ullirit regjistroi një rënje çmimi prej 22.9%, rezultati i përmirësimit të prodhimit në vendet kryesore mesdhetare dhe rivendosjes së pjeshme të ekuilibrit të tregut pas rritjeve ekstreme të çmimeve të viteve të kaluara. Sheqeri gjithashtu ndoqi një trend rënës, duke reflektuar stabilizimin e prodhimit global dhe uljen e presioneve mbi lëndët e para. Pamja e përgjithshme tregon se pavarësisht ngadalësimit relativ të inflacionit të ushqimeve në nivel evropian, konsumatorët vazhdojnë të përjetojnë variacione të forta si gjeografikisht ashtu edhe sipas produkteve. Këto zhvillime nxjerrin në parë rolin vendimtar të prodhimit bujqësor, politikës së energjisë dhe tregjeve ndërkombëtare në formimin e çmimeve, por edhe nevojën për ndërhyrje të synuara në vendet ku kosto e artikujve bazë ushqimor po rritet me ritme që tejkalojnë mundësitë e familjeve.
Euro digitale do të projektohet për të mbrojtur skemat europiane të kartave dhe për të mbajtur bankat në qendër të sistemit të pagesave të rajonit. Sipas një politikbërësi të lartë të Bankës Qendrore Europiane, euro digitale nënkupton të ruajtjen e pozicionit qendror të bankave në pagesa. Euro digitale do të projektohet për të mbrojtur skemat europiane të kartave dhe për të mbajtur bankat në qendër të sistemit të pagesave të rajonit, tha një politikbërës i lartë i Bankës Qendrore Europiane. Si një monedhe menaxhuar drejt për drejt nga BQE përmes llogarive në Bankën Qendrore, projekti euros digitale ka ngritur shqetësime midis bankave se ato mund të humbasin rolin e tyre në trajtimin e pagesave. Antari i bordit ekzekutiv të BQE-s, Piero Cipollone, tha se ndryshimet në industrinë e pagesave nënkuptonin që bankat përballeshin me këtë rrezik pavarësisht nga euro digitale, e cila sipas tij do t'i ndihmonte ato. Cipollone tha se euro digitale nënkuptonte ruajtjen e pozicionit qendror të bankave në pagesa. Bankat mund të humbasin rolin e tyre në pagesa jo vetëm për shkak të stablecoinëve, por edhe të zgjidhjeve të tjera private, tha ai. Bankat rrezikuan jo vetëm të humbisin të ardhura, por më e rëndësishmja, edhe aksesin në të dhënat e pagesave të klientëve të tyre, informacion që u nevojitet për të ofruar shërbime më fitimprurse. BQE gjithashtu dëshiron të mbrojë skemat europiane të pagesave, të tilla si skema e kartave Bankomate Italisë dhe skema peer-to-peer Bizum e Spanjës, tha Cipollone. Skemat kombëtare do të jenë në gjendje të lëshojnë karta që funksionojnë në të gjithë zonën e euros, duke përdorur infrastrukturën digjitale të euros, sipas marrëveshjeve të bashkëvendosjes së basteve. Funksione të tilla do të jenë të disponueshme shumë kohë përpara lancimit të planifikuar të euros digjitale në gjysmën e dytë të vitit 2029. Sistemi do të strukturohet në mënyrë të tillë që të mbetet më i lirë për pronarët e dyqaneve të përdorin këto rrjete. Kufiri tarifës që tregtarët do të paguajnë në rrjetin digjital të euros do të jetë më i ulët se ai që ngarkon rrjetin ndërkombëtar i pagesave, normalisht më i kushtueshëm, por më i lartë se ai që ngarkon skema e pagesave vendase, normalisht më e lira, shtoi Cipollone. Vetëm 8 nga 21 antarët e eurozonës kanë një skemë kombëtare pagesash, ndërsa të tjerët mbështeten tërësisht në rrjetet ndërkombëtare. Euro digitale do të favorizojë në mënyrë efektive skemat e pagesave vendase, tha Cipollone. Marrëdhëniet transatlantike në rënie kanë shtyrë Bankën Qendrore Europiane të klasifikojë si një rrezik strategjik faktin se më shumë se 3/4 e transaksioneve europiane përpunohen përmes skemave ndërkombëtare të pagesave si Visa ose Mastercard. Departamenti Amerikan i Shtetit po zhvillon një portal online që do të mundsojë njerëzve në Europë dhe në të gjithë botën të shohin përmbajtje të ndaluar nga qeveritë e tyre. Disa zyrtarë të Departamentit të Shtetit, përfshi avokat, kanë ngritur shqetësime në lidhje me këtë plan. Departamenti Amerikan i Shtetit po zhvillon një portal online që do të mundësojë njerëzve në Europë dhe në të gjithë botën të shohin përmbajtje të ndaluar nga qeveritë e tyre, duke përfshirë gjuhën e dyshuar të urrëties dhe propagandën terroriste, një veprim që Washingtoni sheh si një mënyrë për të luftuar censurën, than 3 burime të njohura me planin. Faqja do të gjendet në freedom.gov. Një burim tha se zyrtarët kishin diskutuar përfshirjen e një funksioni të rrjetit privat virtual për të bërë që trafiku një përdoruesi të duket sikur e ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe shtoi se aktiviteti përdoruesit në faqe nuk do të gjurmohet. Kur Reuters hyri në faqen e internetit nga Singapori, ajo nuk kishte përmbajtje, por tregonte një animacion të një personi mbi një kalë dhe fjalët "Liria po vjen". Adresa e internetit freedom.gov u regjistrua më 12 janar. I kryesuar nga nën sekretarja për diplomaci publike Sarah Rogers, projekti pritet të zbulojë në konferencën e sigurisë në Meni javën e kaluar, por u vonua. Disa zyrtarë të Departamentit të Shtetit, përfshirë avokat, kanë ngritur shqetësimin në lidhje me planin pa dhënë detaje. Projekti mund të vendosë më tej lidhjet midis administratës Trump dhe aleatëve tradicional të Shteteve të Bashkuara në Europë, të cilët tashmë janë përkeqësuar nga mosmarrëveshjet mbi tregtin, lufta e Rusisë në Ukrainë dhe deklaratat e Trump për të ushtruar kontroll mbi Grönlandën. Portali gjithashtu mund ta vendosë Washingtonin në një pozicion të panjohur, duke u dukur sikur i inkurajon qytetarët të shkelin ligjet lokale. Është momenti tani i rubrikës në brendësi të lajmit, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim. Individët e punësuar me të ardhura vjetore deri në 1.2 milion lek dhe mbi këtë prag do të kenë të drejtë të përfitojnë zbritje tatimore për fëmijët në ngarkim përmes plotësimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave DIVA 2025, e cila duhet plotësuar deri më datën 31 mars. Në një intervistë për Skan TV, drejtoresha e proceseve të biznesit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Rezana Çelmeta, sqaron si kryhet aplikimi për rimbursim.
Zbritje për fëmijët, për të gjithë individët të cilët janë duke plotësuar divan, mund të përfitohen në dy raste. Në rastin e parë janë individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lekë të reja, të cilët kanë të drejtën e kërkesës dhe përfitimit të zbritjeve për numrin e fëmijëve. Ndërsa individët të cilët kanë të ardhura nën 1.2 milion të reja, përveç kësaj zbritje, pra përveç zbritjes për numrin e fëmijëve, kanë të drejtën e përfitimit edhe të zbritjes për shpenzimet arsimore. Ligji parashikon zbritjet nga baza tatimore për numrin e fëmijëve dhe për shpenzimet arsimore të fëmijëve në ngarkim. Këto aplikime janë pjesë e formularit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave për individët, të cilët kanë mundësi që në bazë të çfarë të ardhurash kanë realizuar dhe çfarë tatimesh dhe masës së tatimit që ata kanë paguar mbi të ardhurat e realizuara, të kryejnë zbritjet nga baza tatimore dhe shpenzimet arsimore për fëmijët. Ky aplikim është i mundur të kryhet në bazë të ligjit nga individët me të ardhura më të larta në familje, qoftë ky prindi apo kujdestari, dhe masa e zbritjes nga baza tatimore për numrin e fëmijëve është e lidhur me plotësimin në deklaratë, në një seksion të caktuar të deklaratës, në seksionin A, të numrit të fëmijëve në ngarkim, dhe më pas sistemi në mënyrë automatike plotëson zbritjen nga baza tatimore, duke përllogaritur më pas vlerën e saktë të kompensimit apo të rimbursimit për individin që është duke deklaruar. Të drejtën për zbritjen dhe përfitimin e shpenzimeve arsimore e kanë individët të cilët kanë realizuar të ardhura në 1.2 milion lekë në bazë vjetore, duke qenë njëkohësisht edhe individi me të ardhurat më të larta në familje. Ndërsa të drejtën për zbritjet për numrin e fëmijëve në ngarkim, dhe do doja të sqaroj, nuk konsiderohet si zbritje për kompensim ushqimor, por zbritje për numrin e fëmijëve në ngarkim, e kanë të gjithë individët të cilët kanë fëmijë në ngarkim në moshën deri në 18 vjeç. Pra, që gjatë vitit 2025 i kanë pasur fëmijët, një apo disa, në moshën 18 vjeç. Kërkesa për rimbursim mund të kryhet përsëri nga portali e-filing, duke krijuar një çështje tek pyetjet e përgjithshme, në të cilën individi në varësi të llojit të rimbursimit që ai do të marrë, do të ngarkojë dhe dokumentat përkatëse. Është e rëndësishme gjithashtu që çdo individ që aplikon për rimbursim, në të dhënat e tij, detajet e bankës, të ketë plotësuar paraprakisht të dhënat e llogarisë bankare, duke u kujdesur që të zgjedhë sakt emrin e bankës, IBAN-in dhe llogarinë në lek. Pra është e rëndësishme që të ketë një llogari të vlefshme në lek. Ky informacion është shumë i vlefshëm për administratën tatimore për të siguruar që procesi i rimbursimit në bazë të kërkesave që do të paraqiten nga individët të kryhet në kohë sa më të shpejtë, të kryhet në mënyrë korrekte. Çelmeta sqaron se për zbritjet tatimore lidhur me shpenzimet arsimore duhen ngarkuar faturat, të cilat duhet të jenë vetëm të fiskalizuara, ndërsa thekson se njihen edhe shpenzimet për kurse të ndryshme. Në rastin kur teprisa është e krijuar nga numri i fëmijëve në ngarkim, është e rëndësishme që përveç dhënave të bankës, individi të ngarkojë certifikatën familjare, një dokument i cili vërteton apo një dokument tjetër që vërteton që është pikërisht ky individ që i ka fëmijët në ngarkim, dhe në rastin ku kemi edhe shpenzimet arsimore, përveç dy dokumentave të mësipër, është e detyrueshme që të paraqiten, pra të ngarkohen në çështjen që do të krijohet në llogarinë personale në e-filing, të ngarkohen dhe dokumentat të cilat vërtetojnë kryerjen e shpenzimeve arsimore për fëmijën apo fëmijët që individi ka në ngarkim. Dhe këtu bëhet fjalë për shpenzime arsimore të cilat justifikohen janë të njohura pra me një faturë të fiskalizuar, e cila është dokumenti i vetëm ligjor në Republikën e Shqipërisë për njohjen e shpenzimeve. Dokumentat të tjerë mbështetës pastaj mund të jenë edhe kontratat që mund të kenë me institucionet arsimore përkatëse, dhe do doja të shpjegoja që këtu nuk kufizohemi vetëm në shpenzimet shkollore, por përfshihen edhe shpenzime parashkollore, kurse të ndryshme e të tjera. E rëndësishme është që këto të jenë të justifikuara me faturë të fiskalizuar. Deri më tani janë plotësuar afro 30.000 deklarata dhe pritet që numri i tyre të shkojë deri në 200.000. Aktualisht janë plotësuar rreth 30.000 deklarata nga individ të ndryshëm.
Vitin e shkuar, në përfundim të afatit të dorëzimit të deklaratave, ne patëm 140.000 deklarata të dorëzuara, si vjet presim shumë më tepër se kaq, rreth 200.000 deklarata, dhe këtu numri i shtuar, përveç faktit që individët janë ndërgjegjësuar më shumë për detyrimin e tyre për të deklaruar në bazë të ardhurave që ata kanë, është dhe fakti i përfitimit të zbritjeve për herë të parë. Masa e rimbursimit që individët mund të përfitojnë është e lidhur në rast të parë me numrin e fëmijëve për shpenzimet për fëmijët në ngarkim apo për shpenzimet arsimore. Me paraqitjen e dokumentacionit është e lidhur me mënyrën se si të ardhurat janë shpërndarë gjatë vitit, sepse kemi pikërisht parasysh parimin vjetor të llogaritjes së tatimit për të paguar nga të ardhurat nga punësimi. Pra i gjithë ky ushtrim, nëse e quajmë të tillë, verifikohet në momentin që plotësohet deklarata dhe aty bëhen përllogaritje, pra çdo lloj përllogaritje për të ardhurat vjetore, për kompensimin, për zbritjet dhe për rimbursimin, kryhet në deklaratën individuale vjetore. Çdo lloj përllogaritje bëhet në deklaratë dhe në përfundim verifikohet rezultati. Gjithmonë është i varur nga disa skenar, nga mënyra, nga kohëzgjatja e marrëdhënies punës që ka pas individi gjatë vitit, nga lloji i të ardhurave që ka realizuar, nga masa e të ardhurave që ka pasur në periudha të ndryshme gjatë vitit, çdo përllogaritje pastaj bëhet në deklaratën vjetore. Të gjithë tatimpaguesit në vend mund të zbulojnë në një mënyrë më të thjeshtë nëse kanë apo jo detyrim të plotësojnë deklaratën individuale të ardhurave DIVA 2025 përmes shërbimit elektronik të administratës tatimore TaxText, i cili ka për qëllim të informojë dhe të vinë në ndihmë individët që kanë pikpyetje në lidhje me këtë proces.